Veteranët legjendar të flamurtarit udhëtuan drejt Athinës për një përballje të veçantë me ish-lojtarët e skuadrave elitare greke. Në Nea Perama, aty ku historia takohet me pasionin, ata u pritën në një atmosferë të ngrohtë, të mbushur me respekt, nostalgji dhe frym të pastër sportive. Në fushë zbritën emra që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e futbollit shqiptar: Vasil Ruci, Rapotao, Kreshnik Çipi, Latif Gjondeda, Qerem Memushi dhe Roland Iliadi, figura që dikur ndezën zemrat e tifozëve dhe që sot rikthehen për të sjellë sërish magjinë e tyre. Për krah tyre dhe brezi më i ri, si Zguro Moçka, Saka, Guma, Mezani dhe Iliadi, dëshmuan se tradita kuqezi vazhdon të jetojë dhe të përcillet me dinjitet. Edhe pse munguan disa emra të njohur si Luan Birçe, Thanas Gjyli dhe Alfred Ferko, prania e veteranëve në fushë mjaftoi për ta kthyer këtë takim në një festë të vërtet futbolli. Përballë tyre, shoqata e veteranëve të klubeve të mëdha greke i dha ndeshjes një dimension dhe më simbolik, duke shndruar atë në një moment bashkimi përtej rivalitetit. Takimi përfundoi me rezultatin 4-3 në favor të flamurtarit, por më shumë se rezultati, mbeti mesazhi: sporti bashkon njerëzit. Nuk ishte thjesht një ndeshje miqësore, por një festë e vlerave, respektit dhe historisë së përbashkës sportive shqiptaro-greke, ku fituesi i vërtet është vetë futbolli. Dhe kjo histori nuk ndalet këtu. Vlora pritet që në muajin maj të mirëpres një skuadër angleze, ndërsa më pas flamurtari do të udhëtojë drejt Barcelonës për një tjetër përballje prestigjioze me veteranët e gigantit katalanas, kapituj të rinj që premtojnë të vazhdojnë këtë rrugëtim emocionesh dhe krenarie sportive.